ndershëm, hyrëve e sotit bën fjalë pra lidhe me diturinë. Disa fjalë do t'i thomi, është Allahu xhaleshanu përmes Kuranit dhe profetit Alisem u bën thirrje besimtarëve të kërkojnë diturinë, herë në formë këshille, nxitje dhe herë në formë udhërore. Vetë fakti që fjala e parë e shpadur ishte lexo, pra ikre, tregon për vlerën dhe nivelin në të cilin Islami e ngre diturinë. Në Kur'an fjala dituri përmendet më shumë pra se 660 vende. Dësa në fjalët e profetit ajo llogaritet me vlerën e adhurimeve të kryera ndaj Allahut të Madhërisëm. Allahu thot për surën Alaq, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, që do të thot lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijon. Dhe në shumë ajete tjera të ngjashme, Kurani fton për hulumtim të gjithësisë dhe të rolit të njeriut në gjithësi, në mënyrë që të zbulohet harmonia dhe ligjet e kësaj bote, duke hapur kështu njeriut rrugën e mendjes dhe të zemrës për ka krijuesi. Ky është sipas fesë islame qëllimi i jetës në këtë botë kalitare dhe parakushti i lumturisë për në botën e abshueshme. Njeriu nëpërmjet arsimit dhe shkencës kupton esencën e ekzistencës së tij. Pasi zbulon vetveten, kupton gjithësinë dhe njeh krijuesin e tij. Kjo ishte arsyeja pse profeti Muhammed alayhis salam ajetet e para i zbritën për studim e hulumtim e jo për adhurim. Pra para të jonë lexo, studio. Të nxitur nga Kurani dhe porosit profetike, shumë musliman ju përkushtuan arritjeve të diturisë. Ata nuk studiuan vetëm shkencat islame, por edhe shkencat natyrore, humane e shoqërore. Në fund të rezultatet nuk munguan, pasi arritjet e tyre kontribuan në zhvillim e shkencës moderne. Sot janë të njohur me qindra musliman që ndihmuan zhvillimin e shkencës dhe fal kontributit të tyre janë ndërtuar edhe themelet e disa shkencave fatkeqësisht këtë stafet muslimanët e lanë në harres dhe po t'i referohemi shekullit të kaluar, shumica arritjeve shkencore, teknike e teknologjike nuk i përkrasin botës islame. Ikre pra lexo, është në urdhë hyjnor i Zotit, i cili është shpadur njeriut, duke qenë se ai është qenia më e nderuar. Ky urdhër është një përgjegjësi dhe në ftesë e hapur për njeriun, për t'u bërë partner i përsosmërisë së pafundme dhe sakrifikues për arritjen e saj. Kështu pra, duke lexuar njeriu do të arrijë të kuptojë, ndonjëherë do të kuptojë gabim, por mbi të gjitha do të fitojë përvojë, do t'i përfitojë vetes bindje dhe besueshmëri, saktësi e siguri. Shkolla është vendi ku jepet mësimi dhe edukat. Aty mësohen gjithçka në lidhje me jetën e matej. Në fakt, edhe vetë jeta është një shkollë. Ajo është institucion që hedh dritë mbi evenimitetet jetësore dhe jep nxënësve mundësi të kuptojnë atë që ndodh rreth tyre. Shkolla dhe edukimi që jepen aty përfshin pothuajse të gjithë jetën e njeriut. Ai gjatë gjithë jetës zbaton e përsërit mësimet që merr në shkollë dhe virtytet e aftësisë e fituara aty janë udhërrëfyes i tij gjatë rrugtimit të saj. Kurse mësuesi është një udhërrëfyes, shembull, që jep njeriu formë, si dhe nekosisht është krijesa e shenjtë e tempullit të edukimit. Vetë fjala e profetit Muhammed alayhis salam, unë jam dërguar si mësues, e transmeton Ibn Majah, e shpjegon më së miri këtë. Ndikimi i mësuesit mbi individ është më i madh se ndikimi i prindve apo i shoqërisë. Në një shkollë të mirë, mësuesi është ai që mbjedh dhe që ruan farën e pastër e të pafajshme. Nxënësit mund të bëhen shembull i mirë dhe udhërrëfyes i saktë. Një mësues që ka perceptuar të vërtetën dhe që ka kaluar çdo dituri me parë nga porta e ndjenjave të veta. Tjetër gjë është të shohësh, tjetër të verësh, tjetër gjë është të kuptosh, tjetër ta përvetësosh me vetdije dhe zemër. Atë që e kuptove dhe pas gjithë kësaj, është ke tjetër ta praktikosh, ta vësh në zbatim do t'u apërqosh atë të tjerëve. Prandaj të jesh musliman, do të thotë të jesh në një këndvështrimi me përgjegjësi se sa të tjerët, por edhe ajo aq i kujdesshëm dhe shpirtëzën, sepse krahas respektimit të parimeve shoqërore kërkohen dashuria dhe mirëkuptimi, dhe mshuria dhe butësia. Krahas durimit dhe tolerancës kërkohen dituria, vullneti, urtësia, ekuilibri,
pra aftësitë përmbledhëse e plotësuese. Dituria duhet patjetër të shërbejë njeriut, po që se nuk është në shërbim të tij, atëherë ajo është e padobishme dhe mandje e rrezikshme. Asnjë fenomen që ndodh në rrezullin toksor nuk përfshin natyrën, shijet e tokën, nuk mund të kuptohet pa dije. Nëse dija nuk do të shfrytëzohej si duhet, atëherë nuk do të ishim në gjendje që të përfitojmë prej favoreve të panumta që Allahu i Madhërisht na ka dhuruar e na dhuron pa ndërprerje. Meqense jetëgjatësia e njeriut është e paracaktuar dhe mundësitë të kufizuara, është e pamundur që të mësohen të gjitha detyritë e shkencës, si dhe të përfitohen prej tyre. Nisur nga kjo, çdo individ duhet të mësojë dhe t'i vënë në punë dietë përfituara, duke vënë në shërbim të vetes, shoqërisë dhe kombit, paqe e nevojshme ta çojë dëm jetën në gjëra të pavlefshme. Vëllazën, ne pak I japim rëndësi mësimit. E kemi me borç fëmijën tonë, pra me I edukua dhe me I shkollua. Këtu ke mundësit, aty ndoshta si kem pas. O gjinaf këtu, mos me I kryet gjithë, mos me krye shkollën e mesme, mos me krye dizajnat të mirë, mos me krye fakulteta, se kanë thonë që me lyp dijen, është e ka me borç muslimani dhe muslimania, po dhe një lyp me shku në kin, na s'kem nevojë me shku në kin, po këtu I kemi mundësi dhe me të mund shkodhuar. Dhe thuhet që me lyp dituri lypet prej djepit deri në vorr. Nuk mjafton sa krye shkollën njeriu me menduar se I di të gjitha. Nuk I din, lypet me munua pra derisa ti të gjallë, lypet me munua me punua dhe me mësua. Dhe një hadith do të thotë që thotë men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kush shkon në rrugë me lyp dijen, Allahu ja lehtëson edhe rrugën xhenet. Sa ai që ka dije, ai do të thonë ai mundet e gjen rrugën për me fituar edhe xhenetin. Edhe thotë në hadith tjetër thotë inal malaikata la tadau ajnihataha li talibul ilm. Që do të thotë me të vërtet, me laçet, me krahët e tyre, u ndihmojnë atyre që lypin dije. Për atë vllazën lypet më shumë me dhën, më shumë u interesua për fëmin tonë, më shumë me I shty, mos mu pajtua me njëherë sa të krye shumica, si e krye shkollën e mesme e lënë nuk shojnë manej, është e kemi me borç me edukua dhe me shkollua, lusë Allahu xhaleshanut na ndihmojnë këtë, se nuk është lehtë. As në vendlindje nuk është lehtë, po as këtu dhe më vështirë është. Mirë po, me punë I mbërrim në ditë Allahut të gjitha. Allahu na ndihmoft neve dhe këtë umeti prej mashrikut maghribi inshallah. Amin.